Përshëndetje shikues të dashur, ja ku jemi duke u takuar këtu në emisionin ton, po takohemi pas një pauze të shkurtër. Këtë javë që sapo e lëm pas, ishte mjaft aktive dhe dinamike, kështu që në këtë javë bënte pjesë edhe kremtimi i 2 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Për këtë festë dhe të tjera materiale të përgatitura mund t'i ndiqni vetëm në emisionin ton. Qëndroni me ne. Kosova festoi 2 vjetorin e pavarësisë. Tashmë prej 2 vitesh, Kosova është e pavarur. Shqiptarët i bashkohen kësaj feste të madhështisë së saj me përkushtim që e meriton kjo ditë dhe ky akt. Kosova feston, shqiptarët festojnë. Të gjithë shqiptarët në të gjitha sheshet të shteteve shqiptare, por edhe atje ku ka shqiptar, në të gjithë botën kanë festuar 2 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Kjo është festa e shqiptarëve të mbar globit. Edhe qytetarët e komunës së Gjakovës kanë festuar në mënyra të ndryshme këtë ditë e veçantë për të gjithë popullin. Po takojmë këtu në qendër të qytetit të Gjakovës, ku përkundër faktit që moti po mbizotron me shi, qytetarë nga moshat më të ndryshme kanë dalë dhe po festojnë. Mua s'më mbetet asgjë tjetër, përveç se të ju uroj festën e 2 vjetorit të pavarësisë. Urime! Mund na tregoni se si jeni duke kaluar për festën e pavarësisë? Shumë bukur. Si do të kaloni pjesën tjetër pas këndimit që do ta bëni këtu? Do të festoj me familjen time. Cilën këngë do ta këndoni? Lojrat në internet me vëllain tim. A mund na këndosh një refren të vogël? Unë dhe vëllau shkoj në internet, si kam bërë detyra tani hajmë dhe, do të nervozohet mami e do të më bërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndetje Arti. Përshëndetje. Me çfarë do të merrni pjesë në këtë koncert për pavarësi? Sot me rastin e pavarësisë, sot do të marr pjesë në këtë koncert, do të paraqitem me një poezi, e cila i kushtohet pavarësisë sigurisht. Sa jeni e kënaqur me pjesëmarrjen e moshatarëve tanë? Jam e kënaqur shumë nga nxitja e aty repertuarit këtu për natëpornjeve dhe shpresoj që të gjithë janë të gëzuar. Cili është mesazhi për këtë përvjetor të pavarësisë? Mesazhi im është që të festojnë sa më dinjitetshëm dhe të kënaqen sa më shumë sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Si jeni duke kaluar për kremtimin e 2 vjetorit të festës së pavarësisë? Shumë bukur. Si do të kaloni pas këndimit të çfarë do të bëni, si do të argëtoheni? Ne do të dalim me shoqet, do të argëtohemi. Mirë, atëherë cilën këngë do të prezantosh këtu para publikut? Sot do ta këndoj këngën për vendin tim, të cilën kam marrë pjesë në Lira Fest dhe kam zënë vendin e parë. Mund ta këndosh një refren të vogël pas është këngë për vendin tonë? Po, për vendin tim unë juftoj të këndojmë, e të festojmë me gëzuar. Liria herdi nga hëndra më zgjoj, si zogi lirë fluturoj. Mirë, faleminderit. Keni ndonjë urim për bashkëfushatarët tuaj? Po, unë dua t'ju uroj pavarësinë e Kosovës. Unë do paraqitem me këngën Tradita shqiptare. Sa mendoni që është pengesë moti keq në këtë koncert? Po, është pengesë shumë e madhe pasi që do ishte edhe më mirë që të kishte më shumë njerëz. Cili është mesazhi për pavarësinë e Kosovës? Të gjithë shqiptarëve kudo që janë, ju uroj festën e pavarësisë. Kjo është mesazhi im. Përshëndetje Roni. Përshëndetje. Me çka do merrni sot pjesë në këtë koncert? Unë do të merr me këngën Shumë të falë nga Gjakova. Sa jeni kënaqur me pjesëmarrjen e moshatarëve tanë? Unë jam shumë i kënaqur me festmarrjen. Çfarë do të thoni të gjithëve për festë? Unë do t'ju uroj të gjithëve 17 shkurtit. Si jeni duke kaluar për këtë ditë të festës së 2 vjetorit? Jam shumë mirë duke kaluar festën e pavarësisë. Është një ditë e madhe, një ditë historike që
qytetin dhe besojmë që për çdo qytetar të realizohen gjitha ëndrat dhe gjitha synimet të bëhen dëshira. Dëshirojmë një motë më të mirë për pavarësinë e Kosovës, për me fistu këtë pavarësi, cila tash ne dim që kemi qenë në okupimin serb dhe tash dëshirojmë më të lirë të jemi. A keni ndonjë urim për bashkëmoshatarët tuaj? Ju uroj gjithve, pra gjithë qytetarëve dhe gjithë bashkëmoshatarëve të mi, pavarësinë dhe taksojnë këtë ditë aq të madhe, e cila na ka ardhur me shumë entuziazëm të madh që po e presim. Përshëndetje, mund të prezantoheni? Unë jam Fjollajda Hoxha. Atëherë jemi ende në orët e para të mëngjesit të kremtimit të festës. Si do ta vazhdoni kremtimin e festës? Unë do ta vazhdoj kremtimin bashkë me familjen në shtëpi. Mirë, a keni ndonjë urim për bashkëmoshatarët tuaj, mbas është 2 vjetori i festës? Po, ju uroj të gjithë dhe 2 vjetorin e pavarësisë në mbar Kosovën. Gjithashtu dhe ne të urojmë ty faleminderit. Faleminderit. Jemi ende në fillimin e kremtimeve për 2 vjetorin e pavarësisë. Si do ta kremtoni pjesën e dytë të ditës? Do të dalim në qytet ose të shkojmë në restorant. Po jo? Edhe unë do të dal në qytet me prindërit edhe ta festoj. Mirë, atëherë keni ndonjë urim për bashkëmoshatarët tuaj për 2 vjetorin e pavarësisë? I uroj të gjithë nxënësve pavarësinë dhe ju uroj fat të mirë. Edhe unë ju uroj shoqeve dhe të gjithë njerëzit gjakove ju uroj urimin e pavarësisë edhe nxënësve. Mirë dita. Mirë dita. Si quheni? Greta. A e kështu që ka ardhur 2 vjetori pavarësisë? Shumë. Edhe a e dalë me festu sot? Po. Shka ju thu krejt fëmijëve për 2 vjetorin e pavarësisë? Urime pavarësia 17 shkurti. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Griselda Bela. Ka kohë që keni dalë të festoni? Po që shën 11 sati. Ku mendoni ta festoni pjesën tjetër të festës? Në Gjakov, më mbrëmje. Mirë, sa po ju duket se ju pëlqen festa e cila po mbretëroni qytetin? Atmosfera është shumë e mirë, këndshme për momentin. Cili është mesazhi juaj apo urimit të cilin Uroj të gjithë qytetarëve të Gjakovit dhe të mbar Kosovës urime festa pavarësisë. Aktivitetet për këtë fest kanë vazhduar dhe gjatë mbrëmjes, me çast para publikut gjakovar kanë performuar shumë këngëtar, ku ndezja fishek zjarreve ishte momenti më kulminant. Kosova u gëzushu, edhe nëna që humbi djalin, pavarësia ja je këmari. Pavarësia e kalove, për ne vite kësaj koke, për nga valja postulvane, ishek zjarët letër pare. Pavarësia e kalove, për ne vite kësaj koke, për nga valja postulvane, ishek zjarët letër pare. Ririnda si përpunojnë kërkesat si Shkrimimi nga zgjedhja osmane, bashkimi i tokave shqiptare. Për nder të kësaj feste nuk kanë munguar aktivitetet dhe nga ana e nxënësve të shkollave. Me çast, nxënësit të shkollës Yll Morina edhe këtë vit kanë organizuar orë letrare ku kanë paraqitur punimet të tyre si dhe vizatimet kushtuar kësaj feste. Ne jemi të bërë disa aktivitete për manifestimin për vjetorit të dytë pavarësisë. Në këtë moment jemi duke zhvilluar orën letrare, kemi përgatit poezi dhe proza me anë cilave jemi mundu me shpreh ndjenjat dhe emocionet tona, por edhe të rikujtojmë historinë në të njëjtën kohë. Unë kam përgatit një punim për nder të festës së pavarësisë, e cila paraqet rinin kosovare, po ashtu kam paraqit edhe e kam vizatuar një sy i cili tash Kosova ka filluar të hapë synin dhe të shohë. Dhe 1898-1894. Ku botuan shumë gazeta si Shkolla Ekonomisë apo dhe Shkolla Ekonomisë, Përsëri o Kosova.
Për ndert pavarësisë Kosovës, Parlamenti i shkollës ka vendosë një historik, ka përpilu një historik për Kosovën, ku flitet gjatë luftës parë botërore dhe gjatë luftës dytë botërore, edhe prej vitit 1999 deri në vitin 2008, edhe periudhën që ka kalu Kosova pas pavarësisë, dhe më thonë njohjet e Kosovës për shteteve të botës e tjerë. Edhe drejtoria për arsim, kultur, rini dhe sport në bashkëpunim me sektorin e sportit, klubin e shahut, ping-pongut dhe pedagog të kulturës fizike kanë organizuar disa aktivitete sportive. Kolegja ime Besiana kishte të ftuar një mysafire dhe ajo mysafire ishte Alma Sadriu. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj vajze, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur pra nga kolegja ime Besiana. Përshëndetje, po takohemi këtu në rubrikën Mysafiri i javës, kësë bashku me mua është Alma Sadriu, cila merret në poezi. Përshëndetje Alma. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se vëgjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë ju ka inspiruar? Inspirimi im në kohë ka ndryshuar shumë, më inspiron aktualiteti, koha jon, gjithashtu më inspiron edhe nga jeta të tjerëve, gjë që bën që poezitë e mia të ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Çdo gjë që më rrethon më inspiron. Pasi që ishte devjetori i pavarësisë së Kosovës, keni përgatitur diçka rreth kësaj feste? Po. Sa sheku jetova, kam harruar dhe vet. Në ëndrrën e zgjuar kuptova një realitet. Unë jetoja si e marr, brodha rrugëve, shekuj me radhë. Në udhkyqet e vdekjes, kërkoja pa vdeksin, një dorë të më mbante, të paktën dhe një ditë. Një tunel vështirësie më ndihmoi të takoj, të dëgjoj emrin tënd, derisa të shohij bota të jetoj. Ti erdhe ngadal, shumë ngadal, e lar me gjak, lot e mall. Kosovë mbaje fort se e meritove, më vetësinë tënde që më shekuj e kërkove. Alma, talentin e ke të trashëguar apo të lindur? Unë jam rritur në një ambient, në një frymë letrare, pranë librave, dhe kjo ka ndikuar që dashurohem në fjalën e shkruar, duke marrë parasysh që edhe babai im është gjuhëtar, ai ka pllakosur thellë në mua dashurinë për gjuhën shqipe, gjithashtu edhe motra ime është poete, talenti im është trashëguar. Sa keni mbështetje, apo më mirë të themi, nga kush keni mbështetjen më të madhe? Mbështetjen më të madhe e kam nga familja ime. Ata më kanë mbështetur shumë në fushën e letërsisë, sidomos baba im, i cili asnjëherë nuk heziton të lexoj punimet e mia. Në çfarë bazohen kryesisht poezitë tua? Poezitë e mia bazohen në aktualitet, janë shumë realiste, mundohem që jetën, do thotë, gjitha sfidat e jetës unë t'i paraqes në shkrim. Keni ndonjë poezi rreth aktualitetit apo jetës së tjerëve apo tëndës, që të na Ëndra ime, jam sëmur më duket, më sheti, jo ti e vërbuar, ti më urrejnë, pse? Unë e di që ti s'më urrejnë, unë jam të shmendur, busqeshja më është bërë rutin, ti e i shpifur, harres. Bota apo ëndra ime, ishte angë them, kotësi, realitet i shpifur si ti shmenduri, kot po flas unë, kot hesht, kot jetoj, pse jetoj, unë jetoj, kërkoj qka, pse, kur, unë s'kam ko, s'kam asgjë, s'të kam. Jam e shpifur. Unë realiteti apo ti?
Kush? Me siguri unë. Jam bërë ankth, është gati të përfundoj, mbaroj. Sonte po pres unë, e nesër jam e pret mua. Plan për jetën time, ti e veç ëndër, se në listën e planeve ka kohë që të kam fshirë. Unë skuptoj, ti e tonë, unë vazhdo ti. Unë qesh se busqeshin e kam bërë rutinë, si një kjeti. Keni menduar ndonjëherë të botoni ndonjë libër? Po, kam menduar të botoj libër, në të ardhmen mendoj që do t'jetë edhe profesioni im. Mirë, atëherë Alma, diçka për fund? Unë do ta kisha përfunduar me një thënie të Ismail Kadares: letërsia është në mbretëri që nuk do ta ndërroja me asnjë vend të botës, madje as me një republikë. Mirë, atëherë faleminderit që ishe mysafiri imi. Faleminderit edhe juve, kënaqësia ishte ime. Në emisionin tonë nuk mungon edhe tema që ka të bëj për biografinë e ndonjë artisti ose artiste të famshme botërore. Kështu që për të kuptuar se për kë bëhet fjalë, ju ftoj të ndjeqni në vazhdim. Përshëndetje, po takojmë këtu në rubrikën Pyetja e javës, ku së bashku po trajtojmë temën më shumë para pëlqenit të frekuentoni kafeteritë apo të shëtisni natyrë. Se cilat do të jenë përgjigjet, na ndjeqni në vazhdim.
Përshëndetje, si quheni? Përshëndetje, unë jam Graniti. Granit, mund na tregoni se më shumë preferoni të frekuentoni kafeteritë apo të shëtisni në natyrë? Alla përshef natyrën. Pse? Me shoqni. Shumë ma mirë. Kafi që dohunin e kum lon, nuk e pi mo, po më pëngon, përshef natyrën. Faleminderit. S'ka gjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhet? Laura. Më shumë pra pëlqeni të frekuentoni kafeteritë apo të shëtisni në natyrë? Më mirë është të dalim në natyrë, se është shumë mirë, sa më shku në ndonjë kafeteri. Mirë, faleminderit. S'ka përse. Kalofshi. Përshëndetje, si quheni? Përshëndetje, quhem Donjeta. Mund t'ja tregoni për temën tonë të javës se më shumë preferoni të shëtisni në natyrë apo të frekuentoni kafeteritë? Më shumë preferoj natyrën, sepse tani pranvera. Po kafeteritë i frekuentojnë? Po. Po gjatë dimrit? Gjatë dimrit. Rrallë. Mirë, faleminderit. Përshëndetje. Si quheni? Alfrida. Më shumë pra pëlqeni të frekuentoni kafeteritë apo të shëtisni në natyrë? Më shumë preferoj të shëtes në për natyrë, sepse ajri është më i pastër. Mirë, faleminderit. Ditën e mirë. Përshëndetje, si quheni? Mikel Përgega. Mund t'ja tregoni se më shumë preferoni të frekuentoni kafeteritë apo të shëtisni në natyrë? Më shumë kam shef në natyrë, po edhe në për kafishe, më shoqni më do. Tani basi jemi afër pranverës, preferoni më shumë të dilni në natyrë apo jo? Po. Po në për kafeterim? Ma pak. Edhe gjatë dimrit? Po. Faleminderit. S'ka gjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Ofertita. Më shumë pra pëlqeni të frekuentoni kafeteritë apo të shëtisni në natyrë? Më mirë të ishte të shëtisim në për natyrë, për shkak se ajri është më i pastër, normal, po askush nuk është i njëjtë dhe varet për njerit, por ka shumë tri që frekuentojnë kafeteritë, mirë po më mirë është të shëtisim normal se më mirë është. Mirë, atë faleminderit shumë. S'ka përse, kalofshi mirë. Shikues të dashur, këto ishin material që i kishim përgatitur për këtë emision. Kështu që ne ju lëm takim sërish javën e ardhshme, kështu që deri atëherë ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim. Tung tung.